الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Sado që ke avancuar në dije dhe në punë të mira, sado që e ke frikë Allahun subhanahu wa taala, prapse prap ke nevojë domosdoshme dhe qëndësore për tauba edhe istighfar, për të penduar te Allahu subhanahu wa taala edhe për të kërkuar falje prej tij. Ke nevojë domosdoshme që ta kontrollosh veten tënde, ta marrësh në llogari vetveten, sepse prapse prap ne jemi njerëz, krijesa dobta dhe nuk mund të shpëtojmë nga gjunahet, nga gabimet e lëshimet. Andaj besimtari patjetër duhet vazhdimisht ta ripërtri pendimin te Allahu subhanahu wa taala. Vazhdimisht duhet ta përmirësoj lidhjen e tij me Allahun subhanahu wa taala, sepse nuk ka mundësi askush të shpëtojë nga gjunahet e gabimet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte: "Kullu ibn Adam khata", çdo biri i Ademit, pra çdo njeri është gabimtar, wa khairul khata'in at-tawwabun, ndërsa gabimtarët më të mirë janë ata që pendohen më shumë. Kështu na urdhron edhe Allahu në Kur'an dhe thot: "Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha", o besimtar, pendohuni te Allahu, kthehuni me pendim te Allahu, me një pendim sinqert të vërtet. "Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum", sepse gjithsesi Zoti juaj pastaj do t'ju afshijë gjunahet tuaja, "wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar", dhe do t'ju fusë nëpër xhenete nën të cilit rrjedhin lumenj. At-tawbatu an-nasuh, pendimi i sinqert që është përmendur në këtë ajet, është pendimi i cili buron nga zemra, është pendimi i cili njeriu e bën të ndihet keq për gabimin që e ka bërë. Është pendimi i cili t'jep stabilitet dhe qëndrueshmëri që ti të mos i kthehesh mëkatet që e ke bërë më herët. Nëse i lexojmë fjalët e brezave të parë të Islamit lidhur me atë se çfarë quhet at-tawbatu an-nasuh, pendimi i sinqert, vrejmë fjalë të ndryshme, mirë po kuptimi i tyre është i njëjtë. Për shembull, përcillen nga Umar ibn al-Khattabi dhe Ubay ibn Ka'bi radhiyallahu anhuma të kanë thënë: "At-tawbatu an-nasuhu an yatuba min adh-dhanbi thumma la ya'udu ilay". Pendimi i sinqert, pendimi i vërtet është kur njeriu pendohet nga mëkati, pastaj nuk i kthehet më atij. Ndërsa nga Hasan al-Basriu përcillet të ka thënë: "Hiya an yakuna al-'abdu nadiman 'ala ma madha". Pendimi i sinqert është kur njeriu pendohet, ndihet keq, ndjen keqardhje për gabimet që i ka bërë më herët. Pastaj tha: "Mujmi'an 'ala an la ya'uda fi", dhe vendos që të mos i kthehet më mëkateve të kaluara. Po ashtu përcillet nga brezat e parë të Islamit të kanë thënë: "An yastaghfira bil lisan wa yandama bil qalb wa yumsika bil badan". Pendimi i sinqert është kur njeriu të kërkojë falje prej Allahut me gjuhën e tij, të ndiejë keqardhje me zemrën e vet dhe t'i ruajë gjymtyret nga mëkatet. Gjithashtu përcillet nga Ali radhiyallahu anhu të thënë se pendimi i sinqert i përfshin 6 gjëra. Tha: "An-nadamatu 'ala al-madi min adh-dhunub", kur njeri ndjen keqardhje, bëhet pishman për gjunahet e kaluara, wa i'adatu al-fara'id, edhe i kompenzon obligimet që i ka lënë pa i kryer, wa raddu al-madhalim, dhe u kompenzon dëmtimet që u ka bërë njerëzve, wa istihlalu al-khusum, apo u kërkon halalin atyre që i ka dëmtuar. Pastaj tha: "Wa an tudhiba nafsaka fi ta'ati Allah kama rabbaytaha fi al-ma'siyah", dhe ta shkrish veten tënde në bindje ndaj Allahu subhanahu wa taala ashtu siç e ke edukuar, e ke mësuar me gjuna. "Wa an tudhiqaha mararat at-ta'at", dhe ta bësh veten tënde ta shijoj vështirësinë çenurit i bindur ndaj Allahut, kama adhaqtaha halawat al-ma'asi, ashtu siç e ke mësuar atë ta shijoj ëmbëlsinë e gjunaheve. Ajo çfarë duhet ta kemi parasysh është se të pendohemi vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra se Allahu na ka urdhëruar të pendohemi. E jo se ashtu e kërkon rrethi, apo ashtu e kërkojnë të tjerët. Jo, pendohu për hir të Allahut subhanahu wa taala, pendohu sinqerisht vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse krijesa më e dashur e Allahut, njeriu më i mirë që ishin falur gjitha gjunahet, prapse prap tregon për veten e tij se ai brenda ditës kërkon falje prej Allahut më shumë se 70 herë. Disa transmetime ka ardhur 100 herë, ndërsa në disa transmetime shokët e tij kanë përmendur se brenda një mezhlisi një ndaje e dëgjonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë 100 herë: "Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim". O Zot, më fal dhe ma prano pendimin, sepse më të vërtetë ti je që e pranon shumë pendimin dhe je shumë i mëshirshëm. Lutim Allahun subhanahu wa taala që të na mësoj të pendohemi sinqerisht nga gjunahet tona. Lutim Allahun subhanahu wa taala që të na jap përfundim të mirë gjatë daljes nga kjo botë. Sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.